Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju mpihen këmbët dhe duart në gjumë, urgjent shkoni tek mjeku, ja çfarë tregon kjo. Ndjenja e mpikses dhe një ndjesie e lehtë e ndjeshmërisë ndodh sepse në një farë mënyre qarkullimi normal i gjakut është pjesërisht i penguar dhe prandaj edhe furnizimi me oksigjen zvogëlohet, duke na dërguar përsëri ndjenjën e bezdisshme që ndihet më shpesh në duar dhe në gjymtyr. Gjithashtu, për fat të mirë, kjo ndjenjë zhduket kur ndryshojmë në pozicion dhe fillojmë të lëvizim krahët ose këmbët tona. Por nëse ndodh shpesh, duhet të kontaktoni mjekun tuaj i cili do t'ju këshillojë në testet klinike dhe diagnostikuese. Shkaqet e mpirjes së duarve. Një nga shkaqet më të zakonshme të ndjeshmërisë në gjymtyrë dhe duart e sipërme është kompresimi i indeve nervore për shkak të pranisë së hernave ose proceseve artroze që prekin zona të ndryshme të trupit. Është e nevojshme që të kryhen ushtrime për të korrigjuar sjelljen dhe kjo mbështetet në recetat e specialistëve mjekësor, siç janë ortopedistët dhe neurologët. Sklerozë e shumëfishtë. Ne po flasim për një patologji neurovegetative e cila shkakton një shkatërim dhe gjithashtu një humbje të substancës së mjelenit në sistemin nervor qendror dhe që shkakton një deficit në transmetimin e impulseve nervore. Demjelacioni më së shumti ndikon në disa zona të hemisferës cerebrale, kryesisht ato të prekurat nga nervat optik, tru i vogël dhe njëkohësisht palca kurrizore. Ky kusht nga ana tjetër redukton ndjeshmërinë e gjymtyrëve dhe shkakton ndjenjën e mpirjes. Sipas ekspertëve, mund të keni dhe trombozë venoze. Kjo mund të ndikojë në gjymtyrët e sipërm dhe në gjymtyrët e poshtme dhe është për shkak të pranisë së grimcave brenda lumenit venoz, i cili pengon rrjedhjen normale të qarkullimit të gjakut duke parandaluar kështu rrjedhjen e oksigjenit tek indet. Ju duhet menjëherë të kontaktoni mjekun ose dhomën më të afërt të urgjencës në mënyrë që të shmangni pasojat serioze. Gjithashtu, mpirja e këmbëve mund të paralajmërojë sëmundje vërtet të rënda. Mpirja e pjesëve të trupit shumë shpesh lidhet edhe me simptoma tepër të rëndësishme shëndetësore. Ekspertët e shëndetësisë gjithashtu thonë se njohja e simptomave dhe sëmundjeve që i shkaktojnë ato është shumë e rëndësishme. Shpeshherë, mpirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese edhe e sëmundjeve të rënda. Skleroza e shumëfishtë. Sigurisht, një ndër sëmundjet e cila shkakton mpirje të shumë pjesëve të trupit, përfshirë këtu edhe këmbët, është skleroza e shumëfishtë. Megjithëse nuk është sëmundja e vetme, simptoma, mpirja dhe pickimi i këmbëve vjen kryesisht nga kjo lloj skleroze. Mpirja nga kjo sëmundje do të përhapet gjithashtu në këmbët tuaja dhe do të zgjasë për ditë me radhë, madje edhe javë. Njerëzit të cilët vuajnë nga skleroza e shumëfishtë përjetojnë mpirje tek njëra këmbë dhe dobësim të tjetrës. Ndaj, ecja është thuajse e pamundur. Mpirja do të jetë e vazhdueshme edhe njësoj në të gjithë këmbët në rastin e kësaj sëmundjeje. Diabeti. Më shumë se gjysma e personave të cilët vuajnë nga diabeti zhvillojnë edhe forma të caktuara të neuropatisë. Kjo shkakton humbje të funksionit dhe të kontrollit të nervave dhe të formave përgjegjëse për sa i përket lëvizjes. Dëmtimi më i zakonshëm nga diabeti është ai i neuropatisë periferale ku sinjalet e dërguara nga truri nuk përkthehen në lëvizje dhe kjo gjithashtu shkakton mpirje, djegje ose pickim të këmbëve. Këto pickime dhe mpirje mund të fillojnë deri në 3 muaj pasi diabeti të ketë prekur trupin tuaj.
Siguroni të bëni një analizë glukoze në qoftë se këto simptoma janë me të vërtetë të shpeshta. Mungesa e vitaminave. Mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve mund të shkaktojë neuropati periferale dhe mpirje të këmbëve. Në qoftë se ju keni mungesa të mëdha të vitaminës B12 në trup, atëherë me shumë mundësi ju do të përjetoni këto kriza. Mungesa e vitaminave bashkë me sëmundje si diabeti mund të shtojnë dëmtimin e nervave në trup dhe gjithashtu të shkaktojnë mpirje të vazhdueshme të këmbëve. Tiroidet. Tiroidja apo pjesa e poshtme mund të shkaktojë problem me mpirjen e këmbëve dhe gjithashtu me dëmtimin e nervave. Shumë persona që vuajnë nga ky lloj i veçantë i tiroides me shumë mundësi vuajnë edhe nga diabeti tipi 2. Të dyja këto sëmundje bashk shkaktojnë një mos funksionim normal të këmbëve tuaja. Problemet kardiovaskulare. Edhe problemet me zemrën shkaktojnë dëmtime neurologjike të cilat lidhen më pas me vështirësi në kontrollimin e këmbëve. Mpirja dhe djegja e këmbëve mund të jenë simptoma të shpeshta. Shtylla kurrizore. Një numër problemesh me shtyllën kurrizore lidhen ngushtë me mpirjen e këmbëve. Në shumë raste, dëmtimi i shtyllës kurrizore nga faktor të jashtëm apo sëmundje si skleroza e shumë fisht i shkaktojnë këto simptoma. Këpucët e ngushta. Shpeshherë edhe zgjedhja e këpucëve ndikon në shëndetin e këmbëve tona. Nëse vishni këpucë të cilat janë me të vërtetë të ngushta, mund të ndalojnë qarkullimin normal të gjakut dhe të shkaktojnë mpirje të këmbëve. Gjithashtu, ja pse ndodh mpirja e duarve gjatë gjumit. Ju keni sindromën e tunelit karpal. Gishtat tuaj të mpirë gjatë natës mund të lidhen me një gjendje të quajtur sindroma e tunelit karpal. Mpirja në gishtin e madh dhe gishtin e parë është zakonisht për shkak të ngjeshjes së nervit mesatar në tunelin karpal, një rrugë kalim i ngushtë i përbërë nga ligamentet dhe kocka në anën e pëllëmbës së dorës. Kjo shtypje nervore ndodh kur diçka në mënyrë të përsëritur shtryth, ushtron presion ose irriton nervin. Çdo lëvizje e përsëritur e cila përfshin lëkundje të shpeshtë të kyçit të dorës mund të shkaktojë ose të kontribojë me këtë shqetësim. Ju keni një nerv të ngjeshur ose të dëmtuar. Edhe nervat të tjerë mund të shkaktojnë mpirje në duar dhe në gishta. Në të vërtetë, shkaku i dytë më i zakonshëm i mpirjes në njërin dorë është ngjeshja e nervit ulnar. Kjo mund të ndodhë në qoftë se ju i ushtroni shumë presion zonës së bërrylit ose kyçit të dorës gjatë gjumit. Në këtë rast, mpirja ndodh në gishtin e vogël, në gishtin e unazës dhe ndonjëherë në gishtin e mesit. Ndonjëherë edhe fjetja në një pozicion tjetër që nuk krijon presion ose tendosje në krahun tuaj mund të jetë mjaftueshme për të zgjidhur problemin. Në raste më të rënda mund të jetë mjaftueshme një ndërhyrje kirurgjikale. Keni sindromën e daljes së kraharorit. Një çrregullim i quajtur sindroma e daljes torakale mund të jetë burimi i mpirjes së duarve gjatë natës. Kjo gjendje ndodh kur enët e gjakut ose nervat që shtrihen në zonën midis brinjës tuaj të parë dhe kockës së klavikulës ngjeshen. Ka disa lloje të kësaj sindrome, kështu që simptomat mund të ndryshojnë në varësi të nervave ose enëve të ngjeshura të gjakut. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!